Qytetarët Llapjan jenë detyruar me shku me ble banesa në fushë Kosovë, madje edhe në Lipjan për shkak se kanë ngulfat ndërtimin, se kanë lëshu. Arsyen pse nuk e di, ata e din. Kjo nuk kupton që ato ka pas dikush ka marrë për 3 ditë e dikush për 19 muaj. Qeta, do i ftoja, këndo një hulumtus të pavarun, le del le ta këshyrë që të qeshtë. Në qoftë se del që ke varë letë për 3 ditë në Podujev, atëhere unë e së rria ato, se s'kam nevojë me najtë ato. Por, një qashtë du të kemë parasysh. Këta e kanë pshelë për 20 kusur vjetë. Ne kemi hapë rrugë investimit privat. Sa kësha bani plani juj urban për Podujev? O si që thanë edhe parafolësit, na e dim që harta zonale është miratu, sa përket plani zhvillimor komunal, aj veç është 2025 ka përfundu, do më duhet më bani plan zhvillimor komunal. Plani regulativ urban është shumë i rëndësishëm, sa aj është ma specifik, prandaj edhe kërkohet që edhe paralel me këtë planin zhvillimor komunal, me kanë edhe plani regulativ urban. Sa përket ndërtimeve, se cila shtresë, cila pjesë e qytetit do të shtrihet, unë po them që duhet me kanë i balancuar. Është fakt që nëse sot ndërtohen aq shumë në Podjev, edhe dikush thotë që janë 10 vinça, ata vinça që janë nga privatet, domthon investitorët që janë privat. Se sa janë reale ato ndërtime, a ka mundësi më kriju kaos sikur në fushë Kosovë, që për marrë shembull, ajo mbetet më pas se sa kemi inspektor ndërtimit, sa po menaxhohen ato ndërtime, sa kanë hapësirën e gjerë që duhet më specifiku edhe për gjelbrim, edhe për parking, edhe kështu. Po mbi gjitha. E nëse ju zoti Shabani vjen pushtet, sa kat kemi leju? Kështu që unë në baza informatave arkitektëve që i ku marr, deri sot kanë shu leje 14 edhe 16 kat. Nëse normal i plotësojnë kushtet, po mbi gjitha kur bëhet në leje ndërtimi, thash që ka raste që në komunë dikush e ka marrë për 30 leje ndërtimit. Shtrohet pyetja mëse ka investitor i qeverisës aktuale. Kurse dikush s'ka mujt me marrë lejen për 19 muaj. Tra shtrohet pyetja për kat, varet nëse i sigurohet se tash diçka elementare vujnë qytetarët tonë, vujnë komuna jonë, nuk kanë ujë të pishëm. Shtrohet pyetja, kur nuk ka ujë të mjaftëshëm, a do të mujnë për gjithë ato ndërtesa. Unë kam planifiku një ndërmarrje. Sa kat maksimumi kemi leju? Maksimumi baza saj. Po? Kushtet dhe hapësirët që mundet, tash derisor është leja pej 14 dhe 16 kat, ka mundësi edhe 20, po vetëm nëse i plotëson kushtet urbanistike. Mirë, kallëzona në cilat zona 20 keme lanë, cilat zona? Tash, unë thash qëllimi ka me qenë si me konë i balancum. Nuk ka nevoj komuna që të orientuat vetëm në një pjesë, po ka me qenë mundësia gjitha ato zona ku i plotësojnë kushtet urbanistike, nuk ka me pas kufizim që të bëtë. Nëse krijohet hapësira, krijohet gjelbrimi, ka rrugë, ka kanalizim, ka ujë, ka gjitha parking, nëse ato e krijojnë kushtet, nuk duhet me kanë pengesë. A ke donator që janë ndërtues? Jo, nuk ka. Kandidat për asamble? Asesi. Jo. Faleminderit, po shkojmë tek Remyseni, plani juaj urban për 4 vite tashme. Nderuar, fillimisht Podujeva ka pas shansën në dhe jemi në prag të humbjes asoj shanse që tjetë një qytet jashtëzakonisht modern me një strukturë e cila vërtet është edhe funksionale, edhe ai funksionalitet është projektu që në vitet 60 dhe sot po e humbë. Mungesa një planit të detajuar urban, sot ndërtimet në Podujev, jo për fajin e banorëve, jo për fajin e ndërtuesve, për fajin e institucionit komunës e cila nuk e ka planin e detajuar urban, ndërtimet bëhen në mënyrë kaotike. Po du me qenë pak më konkret. Sot i kom marrë me vete edhe planin të cilin unë si mjek ekipen time e kom konsultu dhe na del që në Podujev nga stadiumi i qytetit në drejtim të magjistrales mungon një plan i detajuar urban e cila do të mundësante një rrugë e cila është vazhdimësi e rrugëve tjera paralele me qytetin, sepse sheshi dhe disa rrugë të tjera të projektuara në vitet 60, sot s'kemi pas mundësi me parashiku atë pjesë, edhe sot ndërtimet disa prej tyre duhet të rigjenerim, sepse ky rigjenerim është i domosdoshëm se janë ndërtu keq. Jo ndërtimet dopta, po flas pa plan të komunës për sa i përket detajeve urbane dhe kjo është e domosdoshme. E nëse ju vini pushtet, sa kat kemi leju? Ne tani është e domosdoshme të respektohet ligji dhe sot, se pash domethënë punën e katëve, sot harta zonale e miratuar e mundson koeficientin 3.0 dhe është formula e cila e nxjerr domethënë minimumi 20 ari duhet jetë parcela për një ndërtim dhe pastaj varësisht prej sipërfaqes objektit llogaritën edhe katet. Unë mendoj që
në bashkëbisedim, në dëgjim publik, me të gjithë grupet e interesit që i bie, qytetarin dhe ndërtuesin, mendoj që duhet bëhet një plan i cili është funksional, një e dyta që është domosdoshmëri, ta ndërprejmë Nëse revidohet plani, a e rrit 3.0? Absolutisht duhet shqyrtohet në detaje prap në 2026-ën, dhe më thënë, do të shqyrtojmë në detaje planin pra hartën zonale dhe këtë do të bëjmë. A ke ndërtues që e financojnë fushatën tënde? Nuk kam ndërtues që financojnë fushatën dhe nuk kam asnjë asamblejist që është në ndërtim në Podujevë. Okej, replik Shpejtim Bulliqi, urna. Jeta, ne kemi një dokument strategjik që tashmë është miratuar në kuvendin komunal, ajo është harta zonale. Harta zonale është kushtetut e ndërtimit për Podijevet. Ne nuk ju determinojnë investorëve se ku duhet të punojnë ata, ku duhet investojnë, për arsye se kemi 20 are sipërfaqe cila ja lën të drejtën për me fillu punën. Ne e respektojmë atë hartë zonale strekt, deri tash nuk kemi ndërtime 16 kaqe në Podijevë, ndoshta mund të kenë informata të gabura, por sidoqoftë, ndoshta në tarmen ka mu shtri nevoja për me i quë edhe 16, sepse e thashë edhe njëre. Faleminderit, koha. Ekrem? Institucioni duhet të tragoj forcen në hartimin e planeve strategjike afatmesme dhe afatgjata dhe kjo s'ka ndodhë me plan detajor urban. Ajo që ka bërë institucioni ka qenë më krenu me gjitha ta krona për cilët, kujton se i ka vendosë vetë, ndoshta ka në i hise, por hisja kryesore ka qenë 200 ditë vonesën leje të ndërtimit. A muj me ditë qenë që ato për plane strategjike afatmesme, afatgjata, veç me ausharu qytetarve, mundësisht. 5 vjetë jemi pushtet. A shomi, qka janë? 5 vjetë në pushtet dhe si jemi bo pyetje, je për mu përgjigj për diçka që se ke bo këto 5 vjetë dhe bën mirë. Qytetarve është mirë. Leta përfundon, Shpejtim, e ki kohën tënde, dhe me thonë 30 sekunda. Urna. Plani detajuar urban, i kontraktuar nga i kompani ndërkombëtare, e cila e vendos qytetin ashtu si duhet, e cila për minimumi 50 vjetë e ruan strukturën dhe orienton ndërtimet dhe nikosisht orienton bizneset duke shfrytzuar hapësirën ekzistuese për shkolla, parqe, rekreacion dhe gjitha infrastrukturën e nevojshme. Ky është plani që të se ke ditë çka është dhe çka duhet me bo, ndërkohë, ju kërkoj falje vetëm një sekond, është tepër me rëndësi me ECEK, që nuk je këtu për pyetje, po je për përgjigje se për 5 vjet orientimi ka qenë deri në 200 ditë vonesë për leje ndërtimore të caktuar. Orientimi edhe është mirë, më i tregu qytetarëve kush e determinon planin zhvillimor detaj urbanistik. Kush është ai që detajon, që i hap rrugë procesi, si s'pedi. Më kallëzu qytetarëve. E di që se din se ka punë tjera, po disa i din mirë. Më kallëzu qytetarëve, kush e determinon? Disa dihen shumë mirë. Kush e determinon? Ta din qytetarë, sepse ata kanë hamendje pastaj. Po du me dalë të tema e radhës. E kërkuat replikën dikush? Falë, Isak, e kërkuva replikën? Se po është dorën, kërkoj falje, urna. Deshta shumë shkurt, sa për këtë hartë zonale, është fakt që është një gjë e mirë që u bo, sidomos për zhvillimin edhe kur e shuam që ku do të ketë investime, po një diçka që kom vrejt veç kanë fillu, disa ndryshime më bën hartën zonale, si nuk jenë planifiku, nuk ka qenë për kryim, ka raste që nuk jenë planifiku qerdhet e shkollat e kutadione, kështu që kanë fillu më kthye në më marrë vendimet ku vendin komunal për me mujt më OB. Prandaj, unë thashë edhe në fillim përveç plan zhvillimor komunal, që i ka kaluar faktikisht këtë vit, ai duhet me u realizu edhe plani regulativ. Ja mëson shumë që me konë specifik. Edhe njëherë për qytetarët tanë, kemi filluar punën e planit zhvillimor komunal. Plani zhvillimor komunal do të hartohet deri ka fundi i këtij viti dhe do ta revidojmë hartën zonale. Konform nevoja kërkesa të qytetarëve tanë, do të pasojnë veprimet konkrete në të ardhmen. Ekrem? Janë 3 plane që rregullojnë zhvillimin e qytetit. Nuk është qendra e qytetit gjithçka, domethënë duhet hapet qyteti, është plani zhvillimor komunal, plani zhvillimor urban dhe plani detajuar urban dhe ky mungon. Dhe kjo, kur flitet për plan të detajuar, do thot orientimi i qytetit dhe hapja e tij konform një zhvillimi të planifikuar të cilën për 100 vitet e ardhshme nuk dëmtohet, sepse sot disa projekteve që kanë dëmtuar dhe këto po të kisha pas është pak ma tepër ku, sot i kisha sharu. E munësh me marë prap replikën një herë Bulliqi hajde? Dëgjëm ne. E para duhet me i kuptu konceptet.
Shilla cili koncept dokument, i hap rrugë koncept dokumentit tjetër. Jemi në rrugë të mirë, vazhdojmë me punë të mira, investorët janë të kënaqur, janë ka investojnë, i kemi 2-13 vinqa sot që të punojnë podjev, e se kemi gjetë një, edhe ato me 100 probleme me cilat ka funksionu, prandaj mirë kuptimi kushtet e volishme dhe besimit që kanë kriju në institucion lokale, investorë është thym podjev dhe po punon. Kjo është e rëndësishme. Besimi në institucion vjen me leje selektive deri vones në 200 ditë të cilën e thot auditori, dhe që tregon që ka dyshime serioze për keqpërdorim, do ka hajni. Ky është interpretimi i këtij versioni të raportit auditorit dhe vinçat vinë se kompanit kanë interes dhe shumë mirë bojnë dhe njerëzit kanë interes me i ble. Dhe më thonë, nuk është merit e askujt, as më pak ti njeriu që në mënyrë selektive i ka trajtu kompanitë të ndërtimit, por merit e biznesit privat që kanë plane për zhvillimin e kompanive të ne. Qytetarët Llapjan jenë detyruar me shku me ble banesa në Fushë Kosovë, madje edhe në Lipjan për shkak se kanë ngulfat ndërtimin, se kanë lëshu, arsye pse nuk e di, ata e dinë më mirë. Kemi kriju klimë mirëbesimi, janë kthyer podjev, po investojnë, po punojmë, vazhdojmë me punë të mira, sepse ka shumë projekte dhe punë të mira për cilat besojnë shumë atë rëndësishme në këtë moment me diskutu për Llapin dhe Gollakun. Gjemal. Faleminderit tjeta. Mori shembull kryetari Fushë Kosovën, po asnjëherë nuk kisha dëshiruar që komunën time me pa sikur Fushë Kosovën. Fushë Kosova është një shembull shumë i keq i ndërtimeve dhe nuk kisha dashur asnjëherë me pa komunën e Podojevës dhe qytetarët e mi tu ngja Fushë Kosovës me ato ndërtime që janë zhvilluar atje dhe që kanë ngulfat qytetin e Fushë Kosovës.